pro-perëndimor dhe pro-amerikan, pro-evropian, sepse janë servila, se janë pa shtyllë kurrizore dhe e bëjnë për interes, është një gjë që nuk është totalisht e pa kuptimt. Unë jam i lirë, se ju e thatë, ju do kesh liri, po si të thatë praktikisht, do jeni ju i lirë, unë jam i lirë, zoti Lubonja. Po si e lirë, ma të duke si e lirë, unë jam i lirë, edhe jam i lirë në mendje sidomos, sepse nuk kam asnjë kompleks. Unë besoj te perëndimi, ashtu si pjesa më e madhe e shqiptarëve. Shqiptarët duan të ikin të jetojnë në Amerikë. Në Amerikën e Trumpit, edhe në Amerikën e Trumpit. Pavarësisht se mase nuk e mendoj 100% me Trumpin. Kështu që i lëm këto Europë janë kundra atëre. Po jeme Macronin, me Mercin, me Kanadezin, apo jeme Trumpin? Atëherë, në raport me Shqipërinë, të gjithë ata që... Me qinje, me Macronin, me Mercin, me Kanadezin... Bëj një emision tjetër... Apo me Trump... Bëj një emision tjetër, atëherë, bëj një emision tjetër dhe diskutojmë edhe këtë për politikën ndërkombëtare. Tani po flasim për Shqipërinë. Në raport me Shqipërinë, të gjithë ata që përmendi Fatos Lubonja kanë të gjithë të njëjtën qasje, mbështetje të demokracisë shqiptare, të drejtësisë dhe luftës kundër korrupsionit. Kjo më intereson, për të do flasim. Nëse do të flasim pastaj, nëse unë jam me Macronin apo jam me Trumpin, ta thash. Parimisht, ne një partie që cilin perëndim jeni, po ja vlen që të bëhet. Një emision tjetër, po pra. Po për të dhënë përgjigje. Do ta bëjmë tani? Jo, tash s'ka kohë. Janë lajme për pak edhe Jo, të pyeta me një, pyeti zoti Lubonja në fakt, një përgjigje. Po mund ta, me cilin perëndim jeni po ja mendoj që zoti Lubonja. Si mund të jap, jo të ta mbaroj, do të pyet, ju lutem. Shiko tani unë jam, ju lutem. Më keni ftuar, do të më jepni mundësi të flas. Dakor, fitoni nga fakti që unë nuk jam aty. Nuk po përfiton askush zoti Shehaj se kemi respekt për gjithë në këtë studio. Më bën një pyetje. Tani dëgjoj, ftesën dhe duhet përgjigjesh. Mos ta diskutojmë, mos. Më bën një pyetje dhe duhet përgjigjen. Po. Ma jep përgjigjen, lutem, po. Dakor? Ishim në pamundësi për të qenë gjithë në studio dhe duke qenë se u atashuat më vonë panelit, që të jemi të sinqertë, se jemi të sinqertë me publikun. Atëherë, më lejo të jap një përgjigje. Po, të lutem përgjigje, po. Më bëri një pyetje që kërkon, jo se unë nuk dua të jap një përgjigje. Po, më bëri një pyetje që kërkon një diskutim më të thellë. Nuk mund ta jap një përgjigje me po jo. Lubonja me kësh, me Macronin apo me Trumpin? Lubonja me kësh, me Macronin apo me Trumpin? Me Macronin mo qartë me Trumpin. Në këtë rast jo gjithmonë, jo gjithmonë për mbështetjet e Ramës dhe unë dhe Macronin. Unë jam me Trumpin. Buzulla e Ramës. Okej. Kundra Trumpit. Po, Fatjona. Jo me Trumpin nuk bëhem, po për një gjë të caktuar. Është diskutim shumë i madh. Në fakt ne jemi dëshmitarë edhe të një bote që po ndryshon. Në fakt për herë të parë po kemi edhe këto diskutime me cilin anë të perëndimit jemi. Po vetëm në Shqipëri mund të bëhet diskutimi me një pyetje as mund të shtrohen përpara. Ka të majta dhe djatha në perëndima, ka parti konservatore, mirë më të thotë, mos flasë në emër gjithë shqiptarëve, flasë në emër parti të konservatorëve që ka të shojmë po ndryshon bota, Fatos, nuk bëhet ky ndryshim në 10 sekonda, nuk bëhet ky diskutim në 10 sekonda. Ti mase i ke dhe shumë të qarta prej kohësh, po njerëzit kanë